E fundit, por ju nga rëndësia, ma shumë kësha me thonë që shia mbitort, komuna e Skënderaj. Kështu, me të dashur rrugtimi tonë ndaj nga dali erdhi fundi. One last time, mesoj ka mojt premtimet kryetari i komunës fundit që pa analizojmë Fadil Nura. Kryetari i Skënderaj, Fadil Nura, në mandatin e tij të parë i ka bërë 66 premtime në total. Është Skënderaj me për mos me ngatru me këngëtarin e mirënjohur Alban Skënderaj. Për këtyre 66 premtimeve, ai ka mbajt 34, 14 i ka në gjys, 11 i ka fillu, edhe 7 nuk i ka fillu hiç. Mas shumë të premtime ka pas fushën e kulturës me 11 premtime, po është edhe fusha ku ka mas poko të mbajtura me veç 3 përfundume. E 2 premtimet pa filluar janë ndërtimi dhe hapja e muzeve që pasqyrojnë krimet e luftës dhe konservimi i xhamisë së Qerezit dhe shndrimi në muzej lufte. Pastaj më pak fushën e arsimit me 10 premtime ku i ka mbajt të gjitha përveç 2 që i ka në gjysëm, por mos më e zgjat se jeni lodh jo, se unë nuk lodh kështu si karakter, me përqindje ai ka mbajt 53% të premtimeve. E përveç 2 që i thash, 5 premtime tjera të pa filluara janë këto: rishikimi i strukturës organizative të administratës komunale, krijimi i zyrës veçantë komunale për investime të huaja dhe nga diaspora, nisja e ndërtimit të pendës së ujit në Kuçic dhe rritja e kujdesit për fëmijët që kanë vetëm një prind. Të dashur telespektatorë, çështu e një Vanjanin të thonë në TikTok, faleminderit që na keni përcjell mua edhe reporterin këtë një muaj. Shpresoj që këto video ju kanë ndihmuar me po ma qartë punën e kryetarëve nëpër komunat e juaja. Në këtë profil janë postuar me të gjitha komunat e Kosovës, para se më bëhet deal, mundi me i këshyra edhe një herë. E po ashtu e falenderoj Institutin GAP për këtë monitorim shumë nevojshëm që ja bën kryetarëve të komunave e jo vetëm me premtime. Për më shumë nga ta mundi me gjetë në website të tyre, si dhe faleminderit Studio Goja për animacionet e vëcklar në këto video. Unë po i mbledhi dritat edhe po i çeli perdët, e mos harroni, kjo nuk është shumë të mirë, kjo është mirupafshim.